Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah në librin e tij Kitabu at-Tauhid thot babu qawlillahi ta'ala, tema ka lidhje me një ajet kuranor ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya, mendojnë për Allahun mendim të keq, të padrejt. Dhanna al-jahiliyya, një mendim të jahiletit. Yaquluna hal lana min al-amri min shay, thon bëhet fjalë për hipokritët në luftën e Uhudit. A nuk na është premtuar ne fitoria? Qul innal amra kulluhu lillah, thuaj e gjithë çështja i takon Allahut. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot surën Fath, adh-dhanina billahi dhanna as-saw, ata të cilët kishin mendim të keq për Allahun para gjykim, alehim da'iratu as-saw, dhe mbi ta do të jetë mallkim. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah në vijim e ka përmend një fjalë të Ibnul Qayyimit lidhje me komentin e këtyre ajeteve. Pra lidhshmëria e kësaj teme me Kitabu at-Tauhid është se Allahu subhanahu wa ta'ala është i përsosur në gjitha aspektet, kështu që çdo paragjykim, çdo mendim i gabuar në raport me veprat e Allahut, fjalët e Allahut, vendimet e Allahut, sigurisht është mangësin të uhid, apo është kufër, siç ka ndodhur me munafikat, hipokritët e cilët kanë thonë dhe kanë pas mendimet gabuara, të devijuara, dhann al-jahiliyya. Pra ata kanë shfaq hipokrizinë e tyre në luftën e Uhudit, siç kemi përmend në dersin e kaluar, kur Abdullah ibn Salul është ai i cili një pjesë të ushtrisë e ka penguar që të marrë pjesë. Pastaj kur i vra disa prej sahabëve dhe e dini që një nga sprovat më të mëdha që i kanë pas muslimanët ka qenë lufta e Uhudit. Kështu që ata e kanë shfaqur kundërshtinë e tyre përballë kaderit të Allahut, caktimit të Allahut. Dhe kanë thënë hal lana min al-amri min shay. Pra, a nuk na është premtuar fitoria? Apo në ajete tjera përshkruhet se si pra të mos kishim martu nuk do të vritheshim e kështu me radhë. Qal Ibn al-Qayyim rahimahullah fi al-ayati al-ula fussira hadha adh-dhann, është komentuar, thot Ibn al-Qayyimi, adh-dhann, mendimi për Allahun, siç e kanë pas pra mendim të padrejt. Çka është për qëllim ai? Çfarë mendimi kanë pas për Allahun? Bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu, mendim se Allahu nuk do ta ndihmon të dërguarin e tij. Wa anna amrahu sayadmahil, dhe çështja e tij pra e thirrjes e Islamit, sepse çdo gjë lidhet me Islamin, do të shkapërderdhet. Wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadari Allahi wa hikmatihi, dhe ajo çka ka ndodhur në Uhud, dhe ajo çka ka ndodhur me caktimin e Allahut, pra lem yakun bi qadarillah, pra ajo çfarë ka ndodhur në atë sprov, nuk ka qenë në kaderin e Allahut dhe nuk ka qenë me urtësinë e tij. Fa fussira bi inkar al-hikma, pra mendimi i gabuar është që e kanë mohuar kaderin e Allahut, e kanë mohuar urtësinë se çfarë ka ndodhur në Uhud. Wa inkar an yutimma amra rasulihi wa an yudhhirahu Allahu ala ad-din kullihi, pra dhe kanë pas mendim që nuk do të vazhdoj plotësimi i dritës së Allahut, pra nuk do të përhapet Islami. Pra në ato momente kur e kanë humbë betejën në Uhud dhe kanë ra shumë sahabe shahid, dhe ka qenë një moment shumë i vështirë për muslimanët, hipokritët e kanë shfrytzuar rastin dhe kanë shfaq atë qëllimet e këqija të tyre dhe mendimet e gabuara që kanë pas për Allahun subhanahu wa ta'ala.
Sigurisht njerëzit nuk e din të ardhmen. Njerëzit nuk e din që as edhe sahabët nuk e kanë pas qartë kur do të çlirohet Mekke. Pra kanë bërë marrëveshjen e Hudejbijës dhe nuk e kanë pas qartë se në atë marrëveshje shumë shpejt ajo marrëveshje do të jetë fitore. Por kanë qenë të bindur thellë në premtimin e Allahut, në fitoren e Allahut, në ndihmën e Allahut ndaj të dërguarit e tij, sepse Allahu më patjetër do ta përmbush mesazhin e tij, atë obligimin me cilën është ngarkuar Muhamedi alayhis salam, dhe ju dini që askush pavarësisht rrethanave që ka jetuar pejgamberi alayhis salam, vështirësive që i ka pas, momenteve kur jahudit kanë tentuar me vrap pejgamberin alayhis salam, kanë dashur me vendos një gurë të madh mbi kokën e tij kur ka shkuar me bënë me pagu një dëmshpërblim ku një musliman ka vrarë një jahudi. Pastaj në luftën e Uhudit, kur edhe është hap lajmi që ka vdek pejgamberi alayhis salam, dhe ju e dini që pas çlirimit të Hajberit është përgatitur një ushqim nga ana një gruaje e cila ka qenë jahudie, ka qenë i helmuar dhe helmi ka qenë shumë i madh i atij ushqimi, saqë një sahabi saqë ka fshatën e parë ka vdek. Por wallahu ya'simuka minan nas. Allahu të mbron ty nga njerëzit. Dhe nga gjurmët e atij helmimi pas 3 viteve ka vdek pejgamberi alayhis salam moshën 63 vjeçare. Por me çka po du me thonë me këtë, se nuk mund të vdes pejgamberi alayhis salam pas zbrit ajeti i fundit i Kuranit. Ka qenë i mbrojtur, pra fitoria ka qenë e garantuar. Fitoria ka qenë e garantuar. Por në luftën e Uhudit, kur e kanë pa hipokritet që pra është humbë betejë, ata dhannu billahi dhann al-jahiliyya, kanë menduar për Allahun mendim të keq. Pra kanë mohu kaderin e Allahut, e kanë mohu urtësitë e Allahut subhanahu wa taala, sepse në çdo sand ka urtësi. Sa mësime të mëdha i kanë nxjerrë muslimanët për luftës së Uhudit. Prandaj Ibn al-Qayyim rahimahullah është ai i cili e qartëson wa hadha huwa dhannu as-sawi alladhi dhannahu al-munafiquna wal-mushrikuna fi surati al-Fath. Pra ky është mendimi që kanë pas hipokritët dhe mushrikët për Allahun, mendim të keq. Wa inna ma kana hadha dhann as-saw li'annahu dhannu ghayra ma yaliqu bihi subhanahu. Pra kanë pas një mendim që nuk është mendim i drejtë që duhet të ketë njeriu përballë apo kashi Allahut, wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq. Pra e përmend Salih al-Sheikh hafidhullah, thot pra yu'khadh min kalam Ibn al-Qayyim alladhi awradahu al-musannif, pra merret nga fjala Ibn al-Qayyimit, të cilën e ka përmendur në këtë temë Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, أن السلف فسروا هذا الظن السوء بأحد 3 أشياء. Pra mendim të gabuar të keq për Allahun që kanë pas hipokritët dhe mushrikët, pra bëhet fjalë 3 çështje. Pra mendimi i keq ngërthen 3 gjëra të këqija. Inkarul qadar, e kanë mohu kaderin. Inkarul hikma, e kanë mohu urtësinë e Allahut. Dhe inkar dhe etre e kanë mohu fitoren e Allahut ndaj të dërguarit e tij, aulidini, apo të festi, apo li ibadi salihin. Pra, fe hadhi 3 ashya, këto 3 gjëra, këto 3 mendime, pra kur njeriu ka mendim që Allahu nuk do ta ndihmon fenë e tij, nuk do ta, kjo është tradit, është ligji i Allahut me ndihmu pejgamberët, me ndihmu ata që janë të vërtetën. Prandaj e vërteta triumfon, pavarësisht që besimtarët gjatë periudhave mund të, pra kur përgatiten besimtarët për xhihad, ata nuk mund ta imagjinojnë humbje në asnjë mënyrë, dhe ajo nuk është humbje. Nëse është xhihadi, njeriu është në rrugën e vërtet, sepse thon ose është fitore ose është shahade. Pra nëse është shlirim, mirë, nëse nuk është shlirim, është shahade. Prap nuk humb besimtari. Pra pavarësisht njerëzve gjatë historisë të cilët
apo besimtarëve të cilët mund të vdesin. Kjo nuk do të thotë që shuhet drita e Allahut subhanahu wa taala, sepse besimtarët vetëm ata të cilët sakrifikojnë duke mbrojtur vërtetën, duke mbrojtur rrugën e pejgamberit alayhisalatu wassalam, por me domos Allahu do ta mbron dinin e tij. Pra dhe Allahu subhanahu wa taala si thot: inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya. Ne do të ndihmojmë të dërguarit tan në jetën e kësaj bote, wa yawma yaqumul ashhad, ditën kur do të ringjallemi, kur do të ketë dëshmitar. Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin. Pra innahum lahumul mansurun, dhe me të vërtetë pejgamberët do të ndihmohen, wa inna jundana lahumul ghalibun, dhe ushtria jon do të jenë triumfuese. Pra lëshmëria kësaj me tauhidin ka të bëjë që robi Allahut nuk mund ta plotësojë tauhidin derisa të ketë mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. E pjesë e mendimit të mirë është që më mendu se Allahu do ta triumfojë këtë Islam, do ta ndihmojë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Njeriu mund të jetojë në ghurbe, pra si huaj, por nuk duhet të shqetësohet nëse është me të vërtetën, siç ka thënë Abdullah ibn Mesudi, el jama'atu ma wafaqa al haqq wa in kunta wahdak. Xhamati është njeriu kur është në vërtetën edhe nëse është i vetëm. Pra nuk duhet me u mashtru me shumicë dhe me u dëshpëru me pakicë, sepse forca e muslimanit është kur njeriu është thabit, pra i kapur në Kur'an edhe në Sunne, sepse mund vinë apo do të vinë pejgamber në ditën e gjykimit që do të kenë vetëm një grup të vogël pas vete që kanë ndjek, por do të ketë pejgamber që do të kenë 2 veta pas vetes, pra ummet. Por do të ketë ditën e gjykimit pejgamber të cilët do të ringjallen dhe askush nuk i ka pasuar. Dhe kemi Nuhin alayhisalatu wasalam për 950 vite dhe një numër shumë i vogël i është përgjigjur në tauhid. Prandaj Allahu do ta mbron këtë Islam, dhe pjesë e mendimit mirë konsiderohet pra me besu kaderën e Allahut, se çdo sa ndodh me kaderën e Allahut, çdo sa ndodh me urtësinë e Allahut. Pra çdo sa ka urtësi, çdo sprov, hikmetullahi al-baligha, pra ka urtësi madhështore. Në çfarëdo gjendje që i shohin muslimanët, sigurisht se ka urtësi. Prandaj robi nuk duhet të ketë mendim të keq apo të gabuar për Allahun. Tema e 59 të cilën e ka radhitur Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babu ma jaa fi munkaril qadar, e ka përmend ata të cilët e mohojnë kaderin. Dhe ka përmendur disa argumente. Wa qala ibn Umar, ka thënë ibn Umari, walladhi nafsu ibn Umar biyadihi, pasha Allahun në dorën e të cilit është shpirti i ibn Umarit. Law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba, sikur ndonjëri për jush ta ketë një ari, ta ketë një kodër prej arit, thumma anfaqahu fi sabilillah, pastaj e shpenzon në rrugën e Allahut. Ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar, nuk ja pranon Allahu derisa besojnë kader. Pra një prej fjalëve më të njohura të fjalëve të sahabeve që flasin për tema të rëndësishme është edhe kjo fjalë të cilën e ka përmend në lidhje me këtë temë Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Pra Muhammed ibn Abdul Wahhab vërtet ka qenë imam dhe ka argumentuar me fjalë të Allahut, me fjalë të pejgamberit alayhis salatu wasallam, me fjalë të sahabeve. Dhe për këtë ka kundërshti dhe armiqësi shumë të madhe Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, që ka shkatruar çdo rrugë që e çon drejt shirkut dhe ka kontribuar në argumentimin e çdo rrugë që çon drejt plotësimit të tauhidit. Dhe me fjalë selefit, me fjalë selefus salih, me fjalë sahabeve. Prandaj
Kjo është një prej fjalëve shumë të fuqishme që ka argumentuar në këtë temë. Dhe na jep mësim shumë të madh në kuptimin e fesë. Walladhi nafsu ibn Umar biyadi, është betu. Dhe çfarë shembulli ka marrë zakonisht. Njerëz që japin, pra bëjnë, është një vepër që i mahnit njerëzit. Pra një njeri i cili jep natën edhe ditën edhe shpenzon me pas një kodër, para mendon një kodër me ari, me shëndrun, dhe me thonë, në para apo në pasuri, dhe me thonë, ai njeri do të ndërtoj xhamia, shkolla, do të bëhet sebeb për shërimin, pra mjekimin e shumë njerëzve në këtë dunja, pra shumë të varfër do t'ju rregulloj çështjet e kësaj dunjaje, por nëse ka probleme në defekt në akide, Ibn Umeri po qartëson se krejt këto nuk ja pranon Allahu subhanahu wa taala. Pra shifni, nuk ka me përqindje feja. Feja është me parime, feja është me rregulla, dhe mund të ketë koka të bidatit që janë të njohur në botën islame, që kanë probleme me kader. Për shembull, e keni Sejt Qutbin i cili thot Kurani është i krijuar. Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ka pranuar me u ekzekutu, dhe shumë dietar të botës të kohës tij janë vrarë. Pra pse u bë e madhe çështja Ahmed ibn Hanbalit? Sepse janë vrarë disa dietar në kohën e Imam Ahmedit. Po të mos ishin vrarë ata, nuk do të kuptohej si rast i fuqishëm qëndrimi i Ahmed ibn Hanbalit rahimahullah. Pra Ahmed ibn Hanbal për një fjalë që Kurani nuk është i krijuar, ka qenë para ekzekutimit, mirë, por nuk e ka ndryshuar fenë e Allahut. E Sejt Qutbi për shembull është nga imamet të mëdhej të fraksioneve të devijuara, vetëm pse ato e ka ekzekutuar shteti. Pra është pikë ndihshme, zakonisht njerëz që vriten nga shteti, ata përkrahen. Është pjesë e dhimbshme kur shteti e vret dikën, e posaçërisht për çështje politike, apo siç e kanë përshkruar ata për çështje fetare, sigurisht e konsiderojnë edhe ngritin. Mirë po e qartëson Ibn Umeri radiallahu anhu në këtë tekst, në këtë fjalë, që nëse njeriu nuk e ka akiden rregull, nuk i bën dobi kjo. Unë vetëm e mora këtë shembull, se njeriu duhet me pas xhelozi për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është feja e Allahut. Kjo që po na shpjegon Abdullah ibn Umeri, që po betohet njeriu, pra nuk ka njeriu në çështje të gjunave, mos keq kupton, nuk ka njerëz pa gjunahe, pa gabime, por kur është çështja e akides, pastaj mund të ketë edhe shitje të dietarëve, që i quajnë zellat. Mund të ketë imam të mëdhej të sunetit që kanë pas rshitje, pra i konë zelle thojnë, rshitje, që nuk ka shpërblim për atë rshitje. Por, mbetet brenda ehli sunetit. Apo, si që është rastit e Nevaviu dhe Ibn Hajar al-Asqalani, që janë raste më specifike. Askush nga ehli suneti nuk i arsyeton, edhe nuk thot që kanë pas mirë dhe kanë shpërblim për devijimet që i kanë pas në akide. Mirë po thojnë, Allahu i falë, Allah i pashpërmisu, Allahu i falë, dhe veprat e tyre të mëdha në Islam që i kanë bo, shpresojmë që më bo sebeb që Allahu më ia falat gabim. Por a ka mendimet që kanë të cilat dietarët kanë shpërblime nëse gabojnë? Po, gjithsesi në meselet fikut. Sheikh Al-Albani rahimahullah thot që me vendos durt pas ngritjes nga rukuja është bidati hijazit. Sheikh Al-Albani thot këtë mendim, Sheikh Bin Bazi thot kjo është sunna. Pra, këtu njëri e ka qëllu, njëri prej tyre, jo të dytë. Ai që e qëllon i ka dy shpërblime, ai cili nuk e qëllon e ka një shpërblim, por jo nëse ka rshitje në akide. Nuk ka shpërblim, quhet pra zelle, rshitje, apo është që nuk e pranojnë ehli suneti. Prandaj kjo fjalë Ibn Umerit radiallahu anhu, me që është në këtë temë, është fjalë shumë e madhe.
thumma istadalla bi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pastaj ka argumentu me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, al-iman, pra imani është lidhje me kaderin, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Imani është me besu Allahun, me laiket e tij, librat e tij, pejgamberët e tij, wal yawmil akhir, me besu ditën e fundit, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, dhe me besu kaderin, khairin dhe sharrin. Rawahu Muslim. Po ashtu an Ubadah ibn Samit thot, e përmend argumentin në vijim lidhje me kaderin, an Ubadah وعن عبادة ابن الصامت أنه قال لابنه. عبادة ابن الصامت thot djalit vet, ja bunayya, o djali im, innaka lan tajid ta'm al-imani, ti nuk do ta shijosh ëmbëlsirën e imanit, hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ajo çka të ka goditur nuk mund të ndodhë ndryshe pos ashtu si s'ka goditur. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dhe ajo çka nuk të ka ndodhur, padyshim se nuk mund të ndodhë. Pastaj thot, semi'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam të këtë thënë, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. E para që ka kriju Allahu është al-qalam, lapsi. Faqala lahu uktub, dhe i ka thënë shkruaj. Faqal, lapsi është përgjigjur dhe i ka thënë, wa rabbi wa madha aktub, o Zoti im, çfarë të shkruaj? Qala, ka thënë, uktub maqadira kulli shay'in hatta takuma as-sa'a. Shkruaj çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Shkruaj çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Është një mesele, a e para është që ka kriju Allah arshin apo lapsin? Pra si mesele, mësohet edhe në akide në fakultet. Pra cila është e para, ka kriju Allahu arshin apo lapsin? Se këtu ku ardh argument që e para, inna awwal ma khalaqa Allahu al-qalam, e para që ka kriju Allahu është lapsi. Por Allahu alem është një rregull që për çdo çështje, nëse flitet, duhet të argumentohet duke u bazuar në të gjitha argumentet që flasin për një çështje. Dhe nëse merren të gjitha argumentet e përgjithshme, neve Allahu alem mendimi saktë është e para që ka kriju Allahu është arshi. Pra, ka dy mendime, disa thonë arshi, disa thonë lapsi. Por nuk është të dyja në mendimet e ehli sunetit dhe të dyja i kanë argument, por kur të përmblidhen gjitha argumentet, Allahu alem mendimi saktë është që e para që ka kriju Allahu është arshi. Pastaj ja bunayya, pastaj ka thënë djali im, semi'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, pra Ubadah ibn Samit i ka thënë djali im, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam të këtë thënë, men mata ala ghairi hadha falaysa minni. Kush vdes duke pasur një bindje ndryshe jo në këtë, pra jo duke besu pastër kaderin, ai nuk është prej meje. Po ashtu ka një transmetim nga Imam Ahmedi, inna awwala ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam, e para që ka kriju Allahu lapsin, fa qala lahu uktub, dhe ka thënë shkruaj, fajara fi tilka as-sa'a, në çast ka ndodh çdo shkrim, bima huwa ka'in ila yawm al-qiyamah, çka ka më ndodh deri në ditën e gjykimit. Wa fi riwayatin li Ibn Wahb, në transmetim nga Ibn Wahb, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa sharrihi ahraqahu Allahu bin nar. Kush nuk e beson kaderin, të mirën dhe keqen që ndodh me caktimin e Allahut, Allahu do ta djeg me zjarr të xhehenamit. Wa fil musnad was sunan an Ibn ad-Daylami, po ashtu në musned Imam Ahmedit, was sunan, sunan Abu Dawud edhe sunan Ibn Majah, transmetohet nga Ibn ad-Daylami, qal, ka thënë, ataitu Ubay ibn Ka'b, kam ardhur, ad-Daylami thot, kam ardhur te Ubay ibn Ka'b. Fa qultu fi nafsi shay'un min al-qadar. I ka thënë Ubej ibn Ka'bit, një sahabi i nderuar,
fi nafsi shay'un min al-qadar. Te unë ka diçka pra nga dyshimi lidhje me kaderin. Fahaddithni bi shay'in la'alla Allah yudhhibahu min qalbi. Më përmend diçka nga argumentet ku shpresojmë të Allahut bëhet sebeb kjo që më ma largu këtë lloj dyshimi nga zemra ime. Pastaj ka thënë Ubej ibn Ka'b: "Law anfaqta mithla Uhudin dhahaba." Sikur të shpenzosh aq sa është kodra e Uhudit me arë, me flori, ma qabelahu Allahu minka. Allahu nuk ta pranon hatta tu'mina bil qadar, derisa ta besosh kaderin. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Edhe ajo çka të ka goditur nuk mund të ketë ndodhur ndryshe, dhe ajo çka s'ka goditur nuk mund të ketë goditur. Walau mitta ala ghayri hadha, nëse vdes ndryshe e jo duke besuar kështu drejt, la kunta min ahli an-nar, do të jesh nga banorët e zjarrit. Thot ad-Dailami: fa ataitu Abdullah ibn Mas'udin, kam ardhur Abdullah ibn Mas'udi, e kam pyetur për këtë çështje. Kam ardhur te Hudhaifa ibn al-Yaman, kam shkuar te Zeid ibn Thabit, fa kulluhum haddathani bimithli dhalik. Të gjithë më kanë sharuar lidhje me këtë njëjtën. Bimithli dhalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo është o munasabatu hadha al-bab lilladhi qablah, pra lidhshmëria e kësaj teme me Kitabu Tauhid, pra është se ana al-iman bil qadar wajib, me besu në caktimin Allahut është obligim, wala yatim tauhidul abdi hatta yu'min bil qadar, dhe nuk plotësohet tauhidi i robit derisa të beson në qadar. Kama qal Ibn Abbas, al-qadar nizamu at-tauhid. Kaderi është ai që rregullon tauhidin. Faman kadhaba bil qadar naqada takdhibu wa tauhidu. Kush e mohon kaderin, naqada takdhibahu wa tauhida. Ai e kundërshton pra veten, ai na shfaqat gënjeshtën e tij që ka për tauhidin. Pra fjalë السلك الذي تجتمع وتنظم فيه مسائل التوحيد حتى يقوم عقدها في القلب. Pra ai njeri që beson kaderin Allahut, pra të gjitha çështjet i percepton edhe i përthekon, pra i rregullon në çështje të tauhidit. Këto ishin disa argumente apo tema që kishin të bëjë sonte me Kitabu Tauhid. Menduam me vazhdu edhe kapitullin e 60, babu ma jaa fi al-musawwirin, tema që ka të bëjë me ata të cilët pra musawwirin, ata të cilët portretizojnë apo vizatojnë apo që bëjnë portret. Po këtu kemi 5 argumente dhe mund të zgjerohemi inshallah dersin e vijim do të flasim për këtë temë. Kaq ishte për sonte, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.